një gjakim shpirtëror që pak më ka mërzit, më ka tundu shpirtërisht, se kam qenë shumë i mirë me studime, dhe më thonë në fakultetin e Gjakovës Femi Agani, dhe më thonë fillimin kam qenë me 10 edhe për ata që e din një 10 me marrë në fakultet shtetit, është kogja problematike, duhet shumë punë e mundim. Edhe këtu në kolegjin Fama në Prishtinë kom përfundu psikologjin, edhe këtu kam qenë për studentëve jo më i mirë në psikologji, po për më të mirëve. Ishte diku viti 2020 mos gaboj, unë kisha konkuru për master, edhe stafi menaxhues aty më thanë që nëse arrinti me kry këtë masterin, dhe më thonë, e ki bursën e hapën në Northampton, nëse nuk e më gabim, nëse kërkojnë ndjes, nëse po gaboj vendin, Northampton e ki të pagune, dhe më thonë ki me shku edhe më shkollu edhe më punu me bursë, po një farë mënyrë edhe pse personalisht mu kjem dëmtojke, unë e thash ma uës, është unë e minjë një familjes, edhe me arrit. Të kuptoj shumë mirë. Por që mos me undaj. Nuk do me thonë tash që ka përfundu ajo pjesë, je i ri, edhe vazhdo në tutje, asë njerë nuk është bonë me e përmbush ato që të kam mungu për shkaqe dhe për rrethana familjare. Të përgëzoj, në ditë tjetër që ka me tonë, edhe vishë me unë ditë tjetër rahat, kjo është e rëndësishme. I faleminderit përgjithësisht, më bo qefi shumë. Më bo qefi që erdha në Prishtinë, që ka një kohë, kam një nostalgji për Prishtinën. Mirë që përshkove edhe ti që është studuaj Gjakovës, sepse nuk e kom vizitu asnjëherë. Po, shumë njerëz më kanë pyet, kanë mendu që ka vetëm viti Stubull. Ka dhe në Gjakovën, jam diku në 15 km larg Gjakovës. Çfarë roli ka vendi yt atje për ty në krejt formimin tonë, po themi? Ka rol domethënë shumë të madh, ka rol determinues, se e kemi një domethënë pjesa andej avione, ka shumë dëshmor, ka invalid lufte, ka njerëz që kanë dhënë shumë sakrifica. Është vend, domethënë, Kodënër malor është i gjelbrushëm, është vend, domethënë, shumë turistik me po. Edhe është vend që ma ka rritë shtatin.